Në seancën e mbajtur në GKK për dosjen e Gërdecit, Fatmir Mediu ka kërkuar kryerjen e një ekspertize për një faks me mbishkrimin për Shkëlzenin, që sipas tij është i falsifikuar. Ky faks i dërguar nga ish-ministri i Drejtësisë Aldo Bumçi në Ministrinë e Mbrojtjes lidhet me hapjen e fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec dhe mbante shënim emrin e Shkëlzen Berishës, djalit të kryeministrit të atëhershëm. Që ose të hidhet poshtë ose të bëhet akti i ekspertimit. Për sa i përket kaligrafisë, por dhe i pretendimit të zotit Bumçi për sa i përket një mashtrimi që është bërë sipas tij nga ana e sekretarës, duke cilësuar se ky ka qenë shënimi i Bumçit dhe njëkohësisht ka qenë ai që ka bërë kërkesë. Është e çuditshme që ata që janë dëshmitar kyç nuk gjenden. Dhe unë mendoj që është detyrë e gjykatës dhe prokurorisë që të shkojë deri në fund të vërtetës. SPAK pretendon se faksi me mbishkrimin për Shkëlzen Berishën lidhet me hapjen e fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec dhe ndikoi në shkeljen e procedurave. Seanca e radhës do të mbahet më 22 janar. Mediu akuzohet për shpërdorim detyre, ndërsa gjyqi vijon që nga prilli 2023.